Tashmë nuk ka asnjë dyshim se vendbanimi më i vjetër në Europë me moshë deri 8000 vjeçare gjendet në linë të Pogradecit. Gërmimet e fundit e ekspeditës shqiptaro-zvicerane kanë mundësuar rezultate shumë të mira, duke konfirmuar se ky është vendbanimi më i vjetër për i druri në kontinent. Për arkeologun zviceran Albert Hafner, zbulimet tregojnë se lini ka qenë i banuar për 2000 vjet në vitet 4000 deri 6000 para Krishtit. Materiali arkeologjik i gjetur jep shpresë që në zonë mund të ekzistojnë edhe 10 apo më shumë vendbanime të ngjashme. It's my fourth time here working in Linn. Është era e katërt për mua në Linn dhe jam shumë i lumtur që jam këtu. Është një vend i bukur, peizazh i bukur dhe fshati i Linnit është jashtëzakonisht i ruajtur. Drejtuesi shqiptar i projektit Adrian Anastasi thot se janë bërë disa sondazhe, një në tokë dhe 2 sondazhe në ujore. Janë gjetur materiale të bollshme arkeologjike në nivelin e qeramikës, qoftë të veglave të punës, kocka, të gurit, si dhe janë marrë analiza për të kryer studime më të thelluara me metodologji të reja shkencore për të krijuar një ide të strukturave të kohës. Janë marrë analizat për të kryer, si thuash, studime më të thelluara në nivel kampionesh dhe jemi shumë të kënaqur se në nivel planimetrie, pra ato punë që kemi bërë në vitet e më përparshme, me këtë ndërhyrje që kemi mbas shpinës time që shikoni, ne arrim që të lidhim të gjithë këto planimetri dhe jemi pak a shumë në fazën kur tashti nëpërmjet metodologjive të avancuara siç është dendrokronologjia, të fillojmë dhe të krijojmë idetë e strukturave të banimit. Për ambasadorin e Zvicrës janë bërë shumë zbulime të rëndësishme për historinë e vjetër të këtij liçeni të vjetër të orit në Pogradec. Për ne janë bërë shumë zhvillime të rëndësishme për historinë e vjetër të këtij liçeni të vjetër të orit në Pogradec. Për ne është shumë mirë që të shohim këtë lloj bashkëpunimi mes ekspertëve, me trajnime të përbashkëta dhe shkëmbim njohurish, që tregon se ka një potencial të madh turizmi. Unë jam shumë i lumtur që jam këtu në Linn. Me 15 korrik përfundon faza e parë e projektit, e cila do të pasohet nga analiza shkencore e materialit arkeologjik të zbuluar deri tani si rezultati i projektit të përbashkët të Institutit të Arkeologjisë dhe Universitetit të Bernës.